S'kalon dot? Kam frikur babam. Kam frikë se mos rëzohet ajo binaja e zezë. Si t'ja bëjmë? Po ku e gjetë xhanëm të vinë në këtë kohë të vështirë, nuk priste puna si? Po ku ta dim ne o xhaxha që do bënte gjithë ky qamet? Ku ta dinit ju? Po me kaç muti e keni? Nuk priste punës as zbuteja vaja më bia? Kemi lajmëruar në lushje për koncert. Po ka që paduruar që nga ky koncerti juaj, sa që nxitoni kështu? Dhe priste sa ditë se nuk bëhet qameti. E xhaxha. Do me thënë ti thua se s'ka përgjejmë dot. Është me zararo babam. Ja, shije vet. Un kam ardhin e asaj që manës madhe pa për vete. Po si t'ja bëjmë atëre, si thua ti? Si t'ja bëjmë? Po, të shkoj në një në lushje të lajmëroj për njerëzit. Ndoshta vinë njerëz dhe e nxjerrin. Shkoni dhe ju, zonje. Shkoni se këtu të pinë miskonja të gjalla. Aman xhaxha, ki kujdes pianon, se kemi marrë me qira. Mos keni merak bia, se ruan babami. Edhe ai du të vinë s'kan që duan. Ikni u bia, ikni. Shkoni. Faleminderit o xhaxha. Ska gjë, bi, ska gjë. Ta pa që borxhe xhaxha. E ç'borxh më keni orë të uruar. Shikoni veten tuaj. Merrni ju bëftën e na. Hëmërsoni gojën. Ha? Hani. Faleminderit. Hani të keqen. Hajdeni të hajni brenda. Do të merrin ndonjë plevit. Jo, nëmë se nxitojmë. Faleminderit shumë njërë tjetër. Si të doni. Po që miru ka sjellë në këto baltra? Kënga më nën, kënga. Mos u ka thirrur gjithë Dalibeu në Saraje? Dalibeu? Si janë nga ato? Këto këndojnë për popullin e thjesht, për njerëzin e mirë. Janë zënje të nderuara. Qënë kanë qingia dhe franga. Nuk jemi qingije nën. Si jemi qingije? Ma bëni halal se janë plake papar. Po ne këte vetëm qingi kemi. Ma bëni halal të keqja nëna se nuk do të lëndoj njeri nëna. S'ka gjë nën, nuk është faja yt. Po do vish ta dëgjosh kur të këndojmë? Do të vi shpirë, do të vi. Ti marrësh dhe ato dy vajzat, të tuat janë? Të mijat janë të keqen. Po ne nuk e kemi zakon të nxjerrim vajzat e zbuluara kështu si juve, moj shpirt. Po mbreti sikur kanë nxjerr ligje për heqjen e feregjeve të grave dhe të vajzave. Po pse juve mbreti u ka hequr feregjet, moj shpirt? Mirë nga bërë nën, paq pare. Breti nën, breti. U dhe e mbar ju bëftën nëna kurban. E ma bëni halal. Kujt nga të mëdhenjtë e qytetit duhet i drejtohemi? Kam frikë se do të na digjet koncerti si në Peqin. S'më pëlqejnë këto çekan që rajnë kështu si këmbana të përzishme. E bëjnë se këtu rallë kalojnë gratë zbuluara. Kujt i drejtohemi? Në prefektit? Kryetarit bashkisë them unë. Jeda. Tjetër. Hajde, sus, hajde, sus, ikni. Duam të vemi te në prefekti ose te kryetari bashkisë. Nga Tirana jeni ju? Po, nga Tirana. Nga Tirana. Mora vesh. Na u prish makina rrugës edhe... Makina? Mhm. Po me demek shoferi këtyne zonjave jeti? Po. Po nuk do të ishte më mirë të shkonim tek zoti Shazivar përpara? Kush është ky zoti Shazivar? Si nuk e njihni zotin Shazivar? E njohim si nuk e njohim zotin Shazivar. Po esni mas me tu kam rigja. Ma ler mua, Donika. Kaloni përpara i lutem. Faleminderit. Urdhoni zoj. Hajde, shpërndajuni! Hajde, shpërndajuni! Amërdi,
Hajde, marsh. Nuk i pyete marr hajvan se kush janë për se kanë ardhur? Jo, zotni komandant. Mu duken të sojme, kishin edhe maqinë, edhe shofer që u bante baullet. Po sikur ti në vajzat e ministrit. Kush ta maj për diqin pastaj? Parnort pejgamberit nuk më shkojnë. Deri sa kanë makinë, edhe kanë shofer me vete. Qoq janë edhe, unë them atë, qoq janë diqin. Nuk po testi. Sjordër. Nuk i pyete për emrat. Sjordër, jo nuk i pyeta. Go, nga marë. Po, sjordër. Ku mi solle mua mërë derdimim? Po jo vetë këndi urdhër, zote komandant. Futish! Shpejt brenda. Sjordër. Ordëroni, zënjë që të nderuara. Ordëroni. Në fani kusurët, po neve nuk ishim të lejmëruar që do të na ordëronit. Që që s'patë mundësi të merrni masat e nevojshme për t'ju pritur. Në fani kusurët. Si mund të prezentohem? Eleni Jankollari. Donika Prokopi. Po, që solli këte juve? Do të japim koncert. Koncert? Po, një program artistik për qytetin tuaj. Kemi mbar leje nga ministria. Ne na thanë se do të njoftonin dhe juve. Bile koloneli Salamiu nga Tirana ju besoj se e njini, na ka vënë dhe një rekomandim, që të mos na pengoni. E njo, po si e njo. Në shkres thuhet që të na lejoni të japim koncert për qytetin tuaj. Kështu pra, ju pas keni ma leje nga qeveria, Po. Të dyja do këndoni zonja të nderuara? Mund të largohemi, zote komandant? Si të doni. Kuja tjetër. Po, afishe keni për qytetin juve? Po, kemi. Po, nuk do t'ishte mirë që ta shinim ne dhe pastaj ta vadim në një herë tek rrapi? Po si? Qenë ka e bukur. Do të ordëroj Veselin të varëm në një herë të kërrapi. Jeni i sjellshëm, zoti komandant. Kemi për detyrë, zonja të nderuar. Shumë faleminderit. S'ka gjë. Kafen, zoti Shazevar. O, Vesel! Lep për urdhërau! $1 peqe! Na mardi. Hajde, gjete. O, kozi! Ke që rish aty? Kam ca thunda. Mishil! Ja, në shtithi. Alo? Alo, more të gjerë Shazevari. Me ravazën, zotin e më prefekt. More të gjerë të kam rigja. Që janë këto afishe në shesh, mërvesht. E që është ky Hartman, që na urdhëron kanë qytetin tonë, mërvesht, edhe ne nuk dim gjas, unë as kryetari. Dëgjo, dytë, dama kanë ardhur nga Tirana. Sa po mora njoftim. Dama the? Jo, njëra është damë, zonjë. Tjetër është zonjushe. Njëra më e bukur se tjetër. Kanë ardhur për Lera aman. Qingije? Jo qëne, në të bardha borë. Dukeshin prej sojt të mirë. E di peti atë.
Jo, more. Po ato duke në lomet. Po t'i shosh nga afër të tërbohesh. Alo, Shazo, dëgjo. Zgjidhe këtë punën e Hartmanit edhe më njofto. Edhe për ato dy zonjat merr njoftimet sakta. Ore, po shtijet ky Hartman, më? Hyrë. Alo, zoti Fotaj jam, urdhëro. Zoti Gjevo jam, e zgjidh këtë Hartmanin? Jo, zoti Gjevo, pas pak do marr njoftim. Shazivari nuk dit ka gjë? Nuk di, zoti kryetar. Që di? Po Gjendarmeria jonë përse i ka syt? Pastaj afishet sikur varen vetëm me urdhën tuaj. Unë pandehja se lejen e jepnit ju. Me urdhërës të veçantë ka më shumë se 2 vjet që jepni vetëm ju. Ashtu? Mirë pafshim, të fala. Ndark mlidhim ta bëjmë një 4-she. Unë po njoftoj Dalibeun kurse ti Shazivarin. Alo, Nigjo, më telefono ti tani se unë të kam marrë 2 herë në telefon. Lufta në Spanjë. Ushqim i zotit Mussolini. Jam gati barishtëngrens dhe pëmgrens. Nuk pi alkohol. Rallë vetëm në banceta zyrtare pi pak verë. M'pëlqejnë gjelt e katonarëve. Rallë herë nga një cigare të bënë mirë. Bëj shumë gjimnastik. Kur më dhëmbë trupi nuk ha 24 orë, e atëherë bëhem mirë. Hyrë! Erdhe mëre kopuk. Së urdhron, zoti kryetar. Kujti që o të kafja të parit mëre pizeveng. Të pash nga dritarja, mos tuja. Kësa herë të kapë me preshëndorë. Zoti kryetar, po... E di kush ashtë i parë këtu, apo se di? E di, zoti kryetar. Hiç nuk e di! Po ta përsisësh dhe një herë tjetër, do të hedhë filgjonin mund kokë. Po ju të gjithë parte doni, zoti kryetar. Komandanti thot do të plas brenda, nën prefekti thot. E të pësës. Bëni se vap, zoti kryetar, bëni se vap. E di ti se qeveria ka zjarë ligje që i bën lypsat e burgim? Apo se di? E di, zoti kryetar. Hiç nuk e di. U dash kanë zjarë për ptallalli. Vët mos sot lypish masët rasa brenda. Py, Allah bim belati verse njëziti. Koncert për nejmen e të fobekve. Shumë i nëruar i qyteti Lushnjës ka fatin e rallë që të vijet të vizitoj këngëtarja e re zëjusha Donika Pandeli Prokopi, soprano legjera, që sa po marrëj shkelqyshëm konservatorin e Parizit, me akompanjamentin piano të markës famshme gjermane dhe Hartman. Nga zonja Eleni Jankollari, profesoresh në Institutin Femnor.
Në program figurojnë këngë popullore shqiptare, si edhe pjesë të zgjallura prej kompozitorëve të Gyno, Liszt, Verdi dhe Arie. Çmimi i biletave të Pascal Ari, ha? Me dhe me qenë kanë si punë Herigjov me shkollë nga Franca. Do t'u kërkojmë dhe në një ama ne? Po, nuk do t'ishte keq, do kënaqej Mileti. Bujrëm nga shtëpia ime zotin nën prefekt, e zoti kryetar, kam thërë një shelek për zotërin tuaj. Ju presonte dhe ju zoti Shazivari. More po i tregojnë dhe të bukura, bile Shazivari me rësht më tha se. Po, derisa thot Shazivari. Më erdhën në zyrë. Të shini në kokër të syrit e suadon të kefi që derë. Po ku janë tashti? Ja atje në Hotel Kongresi. Mos doni t'u bëni ndonjë vizitë zoti Xheva? Stakfurullah. Ke frikë se të merr vesh zonja apo? Ja, para për çfarë thonte Mileti. Duhet rujtur neri. Njeriu për një neri të nëzëti vëtash. Mora Shazivari. Ordëro. Kompetencë për vishimi, kush e ka? Ju apo ne? Ka 2 vjetë zoti Xheva. Po çfarë kompetence u ka mbetur bashkive? Po ja, të përcjellin dhe të presin artistët, të helmatisin qenë të Sallahanës kur tërbohen, të dënojnë karrocerët kur rajnë kuajt ose gomerët. Po, të urdhëroj të lallin, të lajmërojnë Miletin. Ashtu. Po në Tiranë kishin mytër pa dashur qenin e ministrit, zotit Musa. Hatan bëri ministri pastaj. Ky është Hartmani, Shazivar. More, edhe unë kujtova mos ishe njeri. Allash. Po, pardon. Leni, e shpejt. Thuaj si të duash, po kështu mund të presin vetëm në Shqipëri. E ja zbresim poshtë. Duhet pastrojmë pianon nga balta dhe tham diçka. Zonja jam i ngarkuar të raportoj se dyzanin do t'a bani nesër, ose në hijen e rapeve, ose në divan hanën e bashkisë. Si ta keni qefin, për të hangër do të shkoni në akshi hanën atje. A keni në një nevoj tjetër? Jo, faleminderit. Mos bëm gabim që hym. Ecim, nuk bën të rrim kështu. U bë që u bë. Me lejoni, zotri? Se si ju duket, po përmbyset bota. Të thash Kozma, që s'kanë qitjane. Që janë Alla Franga. Alla Franga do këndojnë. Që shërojnë zonja? Mëlqi qenjë me pilaf. Peqe. Erdhe që vën? Mërzitet? Jo. Pianon e rregulluam. Sa mirë. Po të doni koncerti e pesot bazitën shesh. Shenjat janë të mbara. Jo si në Peqin me ato që na të boj. Ishin ja 2 mësojnë si na ndihmua dhe që e dini se do të vinit. Njëri më tha dhe emri Paharova. Edhe mua një pilaf u tha. Duhet të marrim masa të vijë gjithë qyteti. Me ata afishe s'është punë. Unë them të lajmërojmë në për shtëpire. Andajemi tani dhe gjithë secili të lajmëroj fisin dhe të njohurit e vet. Mirë do të ishte. A i takove ti nesti? Jo, tani do të shkoj. Ju bëjtë fala edhe nga ne. Nuk i njohim kështu, po baban e saj kam patur mikë. Sikur të kemi kaq njerëz edhe në koncert. Do të ketë edhe më shumë bile. Po të mos dështojmë, unë nga gëzimi do tip edhe majminare s'këndoj.
Edhe mua po të më ngjisin pianon atje lart. E ngjitun, për besë e ngjit. E Minela, edhe maj minarës dash kanë të këndojnë, po këtë se këshim të gjuar kur. E pse jo maj këmbanare së shëngjergjit? Pse së shëngjergji në gojti, more? Po ju që keni me minarën tonë, ore. Bau Gjaferaga si ti prejnë mushtaqit ka urkat e Tiranës. Kujt ja u presin mua? Jam burë me namuzun. Ikim sa mos plas ndonjë sharr. Vërtetë do të këndoni maj minares juve? Ç'maj minares, more? Jeni me të ju apo jo? Jo, usta, e keni gabim. Po pse me minaren në gjetët bëni shaka? Këto kanë ardhur këtu duke hequr 1.000 të sesa për t'u kënaqur juve. Kurse ju i merrni nëpër këmbë. Dhe kë, motra tona. Po ti, more, kush je? Burri tyre? Shofer jam. Jeni goxha burra dhe merreni me 2 zonjë të ndaruara. Na falni, po nuk kemi faj. S'ka ndodhur ndonjëherë ty na Kshiane, vajza zbuluara. Nuk e mbron derin Feregje, ormik. Nuk janë çingije, për qytetare të ndershme, që vinë t'ju kënaqin me këngë të bukura, t'ju bëjnë të haroni fukarallukun që po na mbyt, e malarin që po na piti gjallë. Ikni. Ka të drejtë orjahu. Donika. Nesti! Nesti, po ti këtu? Që kur se kam parë? Që shky Nesti më i qup? Sa më kish marrë malli. Ka që vite pa u parë. As që ma priste mëndja se mund shikonja këtu. Tu je tjetëni. Tu një tjetër. Eleni janë Kallari. Nesti bënjë. Gëzojë. Jam në punë si mandat postës të unë telegraf. Po lexova telegramin tuaj dhe erdha të shoh. Pianon e futëm në jatin e postë komandës. Shumë mirë. Ne ju prisnim pas nesër si pas telegramit. Po ky, për të na ruajtur ne e kanë vënë? Është ruajtës i rendit dhe i ligjit. Po, e ja të shkojmë lartë më mirë. Bardhinjës dhe princesave të nderuara. Pse qirësh? Pse? Hajde kinina të mira, flit teksi mirë për zhdukjen e mushkonjave. Urdhëroni mishteri. Për të fundit herë po të them. Zhduku me gjithë aspirina dhe kinina. Oj, dashke zhdukesh malarjen zotrote. 1000 herë të kam thënë të mos më qirësh para zyrave. Si urdhron, zoti Vesel, si urdhron. Na, merë. Merë. Mishterit mund t'i ftosh edhe pa thirrur. Si urdhron. Lini resmen e princesës kinina të mira. Patronesë Gjigjit. Flit teksi. Urdhëroni mishteri. Deni, para 6 vjetëve dhash koncert në Korçë, për t'i ardhur në ndihmë streuz varfënore. Piano si binte profesor Herberti. Nesti këndonte si tenor, i binte edhe mandolinës. Të kujtohet? Mua pastaj më doli bursa për në Francë. Ma pren bursën për ndonjë vit. Po nese, ty nuk të doli bursa? Jo. Që shkru bërë antar i shoqërisë pune dhe ju e kuptoni. Po për të kënduar nuk këndon? I bie mandolinës nga njerë. Bashkë me Xhami Halin, është një mësues i shkollës bujqësore. Kemi ngritur dhe një si orkestër të vogël. Bile kemi dhe një koncert me rastin e përvjetorit të flamurit. Shkruaj edhe ndonjë artikull, ndonjë vjersh. Për që flasë edhe unë. Vjershet e mija nuk janë ndonjë. Modest, me gjitha të na i sill. Po ky Qemali pse u vënua kaq shumë? Kush është ky? Shoferi që na shoqëron vazhdimisht, është djalë shumë i mirë. Ai na Kshiane u zu për shkakun ton. Po shkoj të shoh njerëz. Do të vjedh unë. Jo, s'është nevoja, Antonika. Rri, unë do kthehem shumë shpejt. Pa Nesti, na thoj ndonjë gjë. Më ke kujtuar ndonjëherë? Ç'është vërtet shumë mirë. Mezi u prisja. Jo vetëm unë, po edhe disa mësonjës këtu. Të kam ndjekur nëpër gazeta. Paske edhe në gjitha të koncerte. Bëtë shumë mirë që erdhët edhe këtu. Donika, atë kujtohet koncerti parë që dham në salonin Leku i Nxënësit? Po. Po këngë? Po si?
Që bën kështu, je në vete? U meri majtë hundës. Më tepër për a fjerë me një dy afetnikonjë. Pse? Është popull dembel shqiptari thoshin, prandaj ka fukarallëk. Oh. E sho nga duar tua e zotrinju thash. I kini më të buta se të zonjave. Hama je. Ja, kjo e nxeo më tepër gjakrat. Nuk kam kohë hoq, kot hyre, kemi të lashe tjera sot. Unë që s'pret fota që femni. Nuk kam kohë, një herë tjetër bisedojmë shtruar. Hape mëre pak dritaren se plasëm. Pa të gjo mëre hoq, artistet zunë të këndojnë. E ke marrë vesh zotrote se në qytetin tonë kanë ardhur dy artiste me fama, po se ke marrë vesh. Bilbila, more, Bilbila. Për këtë kam ardhur. Të lutem shumë ti e shikon që jam i zënë. Nuk e ki, unë s'kam ardhur këtu për qef. As për të ndëgjuar zërin e atyre teatrinave të përdala, po për punë të një peshe kombëtare. Si thua zotrote, të rrijet të pesa të këndojnë ato maj minares, pasaj të vite këtyre të qajem? Edhe si kur ti thoshe zotrote, nuk vinë ato maj minarese, ju merren mend aq lartë. Bën një shaka mervesh edhe aq. Shaka thua fota që fendi? Më vjen keq se je ka urë. Po të ishin ato zushka muslimane, e të mi thoshin këto fjalë në mes të veçilisit për kishën tuaj, si do të flisje zotrote? Të thash hoq se jam i zënë. Fundja unë nuk jam vënë këtu që të merrem me këto budallalloqe. Dio mio, tër jeta në këtë provincë me ignorantë çdo më shkoj. Zotin prefekt, për këto turpe që po ngjasin në qytetin ton, kam për t'i bërë kartë edhe revisës së nderuar Zaninalt. Pastaj të llafosemi ndryshe bashk. More vesh, mora thuaj, unë vi si njeri kurse zotrote. Po dale more hoxhe efendi, po unë nuk thash. Po fundja ato kanë ardhur me firmë vul nga Tirana. Faqja ti idiot. Amarti. Ç'mi hap veshët ashtu. Do marrësh apo jo? Gati, zotin prefekt. Hajde. Më vdiqe me këtë livando. Kjo sigur me nderë është urinë, jo... E kam nga Roma vetëm për zotrin tuaj. Nga Parisi, more, të kishe të paktën një shishkë sot. E diti që në Paris njerëzit njën të shkallë të çpozite janë nga era e parfumit që përdorin me rresht. Ju jeni njeri me shkollë, zoti Pataq. Keni parë botë me sy. Kurse ne qyqarët pas Tiranës se kemi parë. Kozi. Lepe. Leri furqet. Le të thonë si të duan njerëzia, po unë kam qenë në Skala edhe kam parë opera me sy. E diti se kujt i thon opera? Jo, zotni, se kam dëgjuar kur atë fjalë. Mos e jet çaj vlatrit në shtëpi. Edhe s'ke si ta dëgjosh. Shëndet, zoti Pataq. Mund të largohem tani, zoti Pataq? Kozi. Jepi. Të mos dëgjoj se ato muhabetet që bëm këtu me efendin u a thua të tjerëve se të marrë të plas brenda për nxjerrjet sekretit shtetëror, më vesh. Po fjalë është ajo. U vdes se stregoj ere. Hajde. Vesel! O Vesel! Urdhëro! Gjithu lart. Peqe! Urdhëro zotin perfekt. Debil. Të kam thënë 100 herë. Jo perfekt, po prefekt. Si urdhën perfekt. O, sot, me styre ignorantëve do më shkoj gjithë jeta mua gjanë. Si urdhën? Sa do që përpiqemi të fusim kulturë oksidentale, po ku marrin vesh këta? Dëgjoj këtu. Urdhën. Na këtë edhe shko shpejt te Parashevia, të më zgjedh një tuf lule për merak. Peqe. Më kthe kusur. Më bështyva këtu. U tha edhe nuk erdhe, të shkarkova. Si urdhën? Dëgjoj këtu. Urdhë. Mos i thuaj njeriu për lule, as Shazivarit. Silli këtu parat. Si urdhën?
Vetëm në Paris blihen lule me para. Këtu lulet i hanë gomerët. Shkorda. Shkorda. Quel riso strano di quella domenica. E mira të sjellë të Nuri Bey. E keqja më sjell në dorë të Hikmetit, zoti Fataq. Që janë këto shakarat hidhura, zoti Nuri? Djali zgjori. Edhe do të bësh përpjet me ndihmën tonë. Ta paça borxher Bey. Po nga ndonjëherë bie fjala sot, nuk nuhata sa Zagari Dalibet. E diti kush na ka urdhëruar në qytetin tonë të qetë? Dy artiste mërvesht, njëra zonjë edhe tjetra zonjushe. Jeca pushti, more Fataq. Po duket që pusht lëku nuk i prishka punë mbretërisë. Nën prefektit nuk i flitet me këtë mënyrë, dhe ku? Në zyrë të ti. E diti që kanë thënë Dalibeu të me selam dhe këtuna apo jo? Kam dëgjuar. Jo, po dëgjoj prap. Që ja ha tëmën me gjitha nëmët. E di këtë ti? Kurse ti e njeriu ynë, i Hikmetit, je biri im, dhe unë të kam mbrojtur gjithmonë. Nga ca gomarllëqe të kam shpëtuar unë ti. Sa në Tirana me Berati nuk kam marrë veshje. Ta di për nerër, Bey. Ko edhe spotit pa bes që desh të bënda i trazira shkoj. Po nuk duhet harruar kur. Desh të ndante tokaj. Ja prishime një njerëzis. Po ne nuk do lëm as një zok të ndaj njerëzin nga rruga e drejtë e Hikmetit. Je kaj me kam, ore. Je kaj me kam, jam e të zogu të parë, ore. Duhet të mbajtur kam zhikur ngrehur, ore. Si jeni mirë, faleminderit. Si jeni mirë, faleminderit. Faleminderit. Hajde fëmijë. Hajde një fëmijë vendosuni shpejt. Mos bëni shumë. Ashtu, në rregull. Në rregull? Shpejt, shpejt. E kemi përgatitur për nderin tuaj. Nuk dinim se si. Ndoshta janë pak si dobët, por Xhamiali është njohur në kongres me baban tuaj. Gjithmonë e kujton. Xhamihalin e kemi dhe muzikant dhe virshtor. Këngën e kongresit ai e ka bërë. Nuk po të kuptoj Nuri Bey, përse e gjithë ky mllefta pas ka prishur kaq shumë gjakun? Nuk më kuptove. Kështu. Shumë keq që nuk më marrë vesh. Po ja ku po ta them. Njëra nga ato artistkat është e bie Pandeli Prokopit. Pandu i kongresit të Lushnjës. Ashtu? Marrëvesh. Dhe bie Tina pas ka ardhur në Lushje të ngatroj dynjan. Theatrina. Po mirë more Nuri Bey, me sa kam dëgjuar, Pandon Shqipëria e mban në gojë edhe Lushnja i ruan kujtime të mira. Pastaj edhe qeveria nuk kanë nxjerrë ndonjë urdhëres që e bie ato lipset që këtej. More kollaj ajo punë, kollaj, po unë dua të di shkakun. Shkakun? Po ja ku po të them, more Fataq. Jati saj në vakt kongresit nuk ka lejuar që unë të marrë pjesë në të. Dhe ka thënë o ajo unë. Puna shkoj deri aty sa ju kanos, se do t'ikti me gjithë korçarët nga kongresi. Me që unë isha miku i ngushtjes ato planit. Dhe si pas tyre kisha vënë njerëz për të vrarë Ismail Kemalin kur të kalonte në përmys e qepër në Vlorë. Ja, ky është Pandue. Kështu na qenë ka puna, ha? Po mirë more Nuri Bey. Ç'puni prish ka Lushnjës edhe ty një këngëtare. Makar edhe bia e Pandos qoftë.
Kongresi është larg tani, s'ngjallet më. Mbretëria po lulzone, ne na e marshin të keqen pandot me shok pa le theatrinat e tyre. Jemi qeveri e fort tani, me vesh, ti e di më mirë se unë këtë. 3 veta erdhën e më thanë, e bie pandos në lushje. Ti kujton se njerëzia është qorre. Më fërqi në mua, po që se lushnja tani nuk zien. E nuk thonë se ajo ka ardhur apostafat për të kënduar këngën e kongresit mu para hundës time. Njësoj si kur të më këndon të pandua vetë, e ca më keq akoma. Por tani, ne jemi në mbretërin tonë. Ata që nuk na duan e di si thonë, Zoti Noli iku në arrati, Bajram Suri mbaroj në shpell, Zogolli u bezog i parë dhe i ngjalli e satin, por kongresi nuk pas ka vdekur o Nuri Bej. Dhe ne do të këndojmë këngën e kongresit ku do që t'jesh, qofte edhe në varë. E po ja ku po të them, po që se ti nuk e kupton të të. Artist ka të kanë ardhë këtu që me mua të qesh tërë mizikeja, Berati dhe Flora. Por unë nuk jam njeri to si to. Po u qesha unë, je i qeshur edhe ti. E me bretëria sa më keq akoma. Që ke këto lullë o Vesil? I do i malli. Mos ka vdekur njëri? Jo. Mos ka për virtuarin e tatit Zoti Fotaqi? Jo, i do për ato që do këndojnë, për ato i do. Alo, to gjerë Shazivarin dua. Shazo, ti e? Pa ma përsërit edhe njerë, kush i ka lejuar ato 2 zonja të vinë të këndojnë këtu në lushnjë? Po, u a thash një Zoti Fotaqi? Përsërit e shkoqër. Dhe si urdhëron? Kishin marrë leje nga qeveria. Si edhe njerë rekomandim nga kolonel Selamiu. Pastaj edhe afishe kishin. Ne lexuan poshtë në shesh. Kaq. More, kur do vini mend ju? Sa herë kam thënë që në zyrë duhet trokitur. Si urdhon, po nga që nuk duhet të ndërprisnja zotnin prefekt. Dil jashtë. Jo, unë desha t'ju thoshnja se sa në punë s'tu pa përgjoni bashkë. Dil jashtë. Po, lulet, ku ti le ti? Dil jashtë, me vesh, dil jashtë. Po ti le lulet. O, zot, po nuk u çmend edhe një javë në këtë provincë, shpëtova për të rjetë. Ti le këtu pasportet. Po dil more jashtë, dil jashtë. Jo këtu, mor njeri ujën. Mua nuk më duhet nëse ato kanë leje nga Tirana apo jo. Unë di të them vetëm këtë, që ajo nuk duhet të këndoj këtu. Kaq, se po këndoj ajo këtu, ta dish, do të bëhet një trazir që... Jo, mërë Fotaqi. Se shmbushur moti nga kryengritja e Fierit. Edhe ai që zinte vendin tënd para një viti, sot dërgjet në burg. U përzje me kryengrisit. Të lutem, Nori Bej. Më thosh që ti si se të sollëm këtu për dorë të fortë. Por ky Miletë merr zjarr edhe me një këngë, siç merr Baruti zotin prefekt. Po mirë, Nori Bej, unë s'kam për të vajtur në koncert. Do ta binde edhe Xhevo Efendin, në më dëgjov se ti e di që s'para më doj. To gjerë Shazivari do më dëgjoj, po ashtu edhe drejtori i shkollës. E kur të mos i japim rëndësi ne autoritetet e... Teatrinat nuk duhet të këndojnë në lushnje. Kaj ti të them. Për ndryshe, thumë më mirë që më ke hasëm. Zdi fjallë tjetër unë. Kështu! Idiot! Til jashtë! More, pse përgjën? Po ti? More, Ha, Vesil, ç'të ndodhi? Lëre. Si, nuk të pëlqeu lulet apo si? Po unë i shkulla gjitha borin ati. Po, kështu kanë të mlajt. O Vese, ku do t'i qash lulet? Po, kja qes në i gomarja, në i lopa, në i... Mi e mua.
Gamar, ku shkoni ju? Donim të flisim me zotin nën prefekt, për tokë. Pra për tokën ju? Nuri Efendiu e Dalibeu po na përzën nga kasollet dhe nga toka. Par dit me ju ka vazon lal. Po të shef keni të fut një hund punë të qeverisë. Shikoni orbunën dujse, vallahi do të gjeni belan. Po ne për tokën erdhëm. Qeveria ka shpallur në gazetë sot na jap tokë. Ta dim se ku do shkojmë ne që po shpërngulemi. Ore ju, a dini se qeveria ka hallet e lashe tjera? Apo se dini? E dim, po si? E po kur e dini, ç'vini këtu atëherë? Shkoni orë në për shtëpia. Se ka më kësë ju. Hajt, shkoni dëgjoni ato hengjiet që kanë ardhur për të ngletisur miletin e lutjes. Hajde qeveri. Kalojmë ti? Këtej Donika. Ja. Ja shtëpia ku bë kongresi. Ja ky avaz është për ditë. Janë ca fletushka që gënjejmë fshatarët gjoja qeveria do bëj reformë. Reformën agrare. Dhe ata vinë me shpresë. Pse nuk shkruan ndonjë artikull për gjitha këto qishe? Dhe dërgojnë revistën Bota e Re. Nuk zgjidhen me artikull nga gazeta këto halle, Donika. Sigurisht, por opinioni publik. Ec! Sa më di, ec! Na më di këtu! Çfarë kalin? Se dua. Si ordashke? Po a din ti se qeveria ka gjerë reforma radikale për karrocjet që ndalon rrahjen e kafshëve? Jo, se di dhe as që dua. Kali është imi e bëj dua me të. Urban çfarë dushti me kalin? Po s'ke fajti jo, se qeveri më të but nuk ka par bota. Se të kishte ligj, do t'i dar një trut në kubura pa të kthejë llafin. E të pses! Lëre karrocën këtu e pas me jetë. Hajde! Ç'pati më të shkretin? Kodi penal. S'po kuptojmë asgjë. Çyn këtu ligjet? Po, qeveria ka nxjerrë urdhëresa e ligje, të cilat do na sjellin civilizimi sipas Oksidentit. Sipas neneve të kodit penal ndalohet lypsia, vakabondazhi, domethënë ata që s'kan punë stre. Po ashtu edhe rrahja e kafshë. Seriozisht e ke zoti Mihal? Zotëri, si do vej halli ynë? Përsëri për tokën? Po. A keni dëgjuar ndonjëherë që të merret tokë duke e lypur? Jo, po thonë se qeveria... Reforma, zotëri, kështu tha dikush. E ka dhe gazeta. Pas ke pare të tepërta për të prishur. Mos presoni kot prej tyre. E din ti ku i thonë kod penal apo nuk e di? Si more nuk e di? Ja ky është, e shikon? Si urdhëron zoti kryetar? Ky është si Kurani more qafir, te ta puthi se ky rregullon miletin. More vesh? Si urdhëron zoti kryetar? E ka bërë në Altmallnia vet, mreti zog reformator, që po të sfilitet për të mirën tuaj, t'ju se andin, t'ju bëj si turqit e sot që mërë qafir. Ku keni pamër ju mbret që t'u dhimë në kafshet? Hak nuk e keni, po ju pe plakni, pe lolni, si jeni kriminell. Thuj qafën! Thuj qafën! Pesel! Afrau! Na, ven atje. Ta shohin bota se si zbatojmë ne reformat radikale. O, bilet! Zana qinjes nav zotrinj! Dhe gjoni të lalin tuaj Trifon që sot do t'ju gëzoj. Se ka sa ban tonë e ka sajdisur 2 zonja. Njëra do të këndoj, tjetra do të loz me ofe aman aman. Një saze marshallah, sa një hambar. Shkëngë të doni, sa të doni. Mu të krepet e qarqisë. 3 lekë kushtë detë. Këngë nga të gjitha llojet. Asjerit mos mulloj të sheshi. Vesel. Lepe. I thuaj tavallit përsërit nenit 503, 504 dhe 506. Peq. Na, me që kemi edhe artistët këtu, thuj të thonë edhe nenin 591, për heqin e feregjeve dhe të festeve. Feregjeve edhe të festeve? Edhe të festeve. Po qarqafat? Edhe qarqafat. Shite të resme në Altmallnis më e ti të zog, ornoni. Loni, kush ka vdekur o dërzi? Askush, pse? Po, që ke këto lule? Lule? Hiç më ka të ashtu, për qef. Po të ashtu, mirë. Shite të patën e shartë princesha Ruije, ornoni mishteri.
Allah, s'kemi pa burë deri sot dali pazarit me gjitha lule. Allah. Aq me qanë kokën tjere. Dëgjova se Noribeu do t'i zboj ato. Pse? Sepse e qupa e hollë është e Pandos. Ja. Nuk besoj. Duan ta turprojnë qupën e Pandos. Ta turprojnë, thua? Turprojnë kongresin, jo qupën. Ja. Lini, kam një parandim sot në shkrim barë. Nuk e di pse, po më duket sikur gjithë qyteti është me ne. Po, s'ka se si të mos jetë me ne, më shpirt. Mos e bëni merak. Fare mos e bëni merak. Bilet! Gjoni edhe njëherë nerin 503, 504, 506 kodit penal. Sinalon Lupcarin, vagabondazhin, edhe me lëkun, si edhe rajer e kashve të gjora pa mbrojtje. Kalojnë të qarkullojnë arabate vjetra se fshije në për të. Jashtë këmsha që më vjen tup tua për Montemrin. Karrocierët të mbajnë uniformë të përqyer nga bashkia. Kalojnë si pas derit 591 mbajtje e feregjeve dhe festeve të nëpunësve. Bilet! Asnjeri mos betet pa ardhur shesh. Anëmet e nderuara do të kënaqin Miletin me këngët e tyre. E qava apo jo, moja nëme? Të lumë. Mileti madh do të vi, e ndjej me hundur. Veç atë këngën, zare të rëndafile, që ma bëre me hile, e më qafshje pa se këndojt për mua. Më kanë thënë gjithë ata njerëz, do ta këndojnë apo jo, Trifon? Do ta këndojnë ju, them unë. Ja, ç'keni ju? Do t'i lajmëroj unë 1 për 1, gjersat mikzëri. Milet, veç atë këngën, Do ta këndojmë pa tjetër. Po të mos harosh edhe në ta, ma? Ti do të vish pa paguar. Hëm rofshi. Ti marrë edhe kalamajt? Meri, me gjithë qef. Rofshi. Hajde. Lini, shiko që lullet të bukura. Ua! A mund ta falësh një lule, zotni? Po si? Jepja të gjitha, Oloni. Jo, vetëm një. Jepja dërbardh. Merreni. Mos ju duen, kush e ti për kë i kini? Jo, këtu nuk i duan njeriu të lulet. Unë për ju im lodha. Faleminderit, shumë faleminderit. Allah. Si po të duket vesel, ha? Çfarë s'ka bërë frëngu zoti komandant? Po vërtet tjetë qemane gjithë kjo bina? Jo, qemane vesel. Oksidenti i thot piano. Edhe ne kështu duhet i themi. Piano. Shordon. Asha. Piano. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anna Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala Urdhoni, zoti Xhepo, urdhoni, ju lutem. Keni një telegram nga Tirana për mua, Myrto? Jo, zoti Xhepo. Po të kishim me njëherë do t'ja dërgonim në bashki se gjithmonë.
Po për zotin Fotaq? Si urdhon ja quam? Nga kish? Nga Ministri e Punëve të Përbërshme si zakonisht. Foli gjë me Tiranin zoti Fotaq. Përse zoti Gjevo? Për ato artiskat. Jo. Oh, po më duket sikur po unë nuk dëgjova gjë. S'do të më tregosh shumë mirë të, eh? Ti qenë ke një ujnën prefektit, ç'as thua? Po për bes nuk e dëgjova bisedën. Mirë të. Unë të dija besnik. Po zotni. Nejse, kaq më duaj. Kaq desha. Natën e mirë. Zoti Gjevo. Kam edhe një telegraf nga Tirana për ato artiskat. 1 minutë. Telegramet e botës më tregon në mirë të, eh? Pse që mbere mua, hafije? Është për ato që do të këndojnë, urdhë. Eleni Jankollari. Lajmëro shtetin, jemi mirë, vajza mirë, gjuvi. Këta që janë pa vlerë më tregon mua mirë të, eh? Nejse, natën e mirë. Zoti Gjevo, kam edhe një letër për gazetë që bën ai në punë si amnesti. Është ai që ka bën atë shkrimin në gazetë për punën e pondeve që bashkia i harxhoi për burgun. Urdhë. Bukur. I pas ka shkru për si revistës botare, eh? Mëzeqeja, hambar i mushkonjave, eh? Shiko. Që janë ka goqja kënë punë si ju të myrë të. E dinim, por jo ka që zotën. Urdhë? Hajtë natën e mirë. Natën e mirë. Zonja Eleni? Donika? Urdhëro. Jam unesti. Po flini? Jo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u gëzit? Çka? Kishe shumë shkonja. Po thaj se s'kemi fjetur fare. Po ti ç'ke kështu? Dikush ka grisur afishën. Ashtu? Kam frikë se o ta kenë bërë me qëllim. Për këtë jam merakosur? Prit pak. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nesti, të lutem gjithë të tjetrën. Haqe marë si fjete. Keq, më grinë më shkonjët. Edhe neve. Nesti, dëgjuam si kur koncertin duen të ndalojnë. Ata le të ndalojnë po të duen. Si kur e dinja. Ne duhet lemërojnë popullin. A do të vinë? Ja ku janë. Ata po presin se 2 ora. Si do qoftë prap duhen lajmëruar. Dëgjoj zoti Gjevo, as zot Trote mos u merr me programin, as ti zoti Doger. Programi është në kompetencën time. More, po ky në punë si postës, si shumë i dashur po tregohet me artistet. Nesti! Ha, Nesti. Mirë? Qitoj gjë në rregull. Atëherën e përmerë me nxënës. Mua këtu më ki. Miru pafshi. Gori! Është si punë kalemgjut. Ka shkruar dhe herë tjetër për fondet që bashkia harxhoi për burgun, pas asaj të nemosur kryetjet fjerit. Këto punë vërtet janë kompetencën tënde zoti Fotaq. Por as ne nuk ham barë. Mëzeqeja hambari me shkonjave. Shiko. Flet edhe për fukarallëkun. Për Nori Beun e Dali Beun që dëbokan fshatarët nga tokat. Po këtu në fund
Llagapi është tjetër, ku e kupton se e ka shkruar në punësi i postës? Mizarf ka emrin e tij, kurse në gazet më një llagap të shpifur. Janë punë të thella këto. Këta njerëz duan ta bëjnë vendin bolshevizëm, por këtu s'jemi as në Rusi, as në Spanjë. Mos bërtit, zoti Gjeva. Kam torin kështu. Ta plasim brenda, çpresim. Ja, është akoma shpejt. Të ikin njerë artistet, pastaj do shohim se me kë ka lidhje këtu në Lushnjë. Po, kjo çështje tashti është në kompetencën time. Atëherë dakord që artistet të mos këndojnë sot. Urdhëri juaj, zotin e prefekt. Mirë atëherë kështu e lëm. I dërgojmë tek Dalibeu të këndojnë. Sonde na pretën ne. E bëjmë një katërshe. Mrekulli? Atëherë ti, zoti Gjevo, nxirre prap Tellallin që të anulloj lajmin e parë me rresht. Donika, ija shpejt këtu. Shiko se ç'po bëhet. Koncerti nuk fillon pa ju. Mos u nxitoni fëmijë, mos u nxitoni. Ku më çon karriken more dhe pses. Zotri, ç'po ndodh kështu? Përgatitemi për koncert. Ktheni bangat në klas e mos u merrni me tilla budalliqe. Nuk e bie të flisni kështu. Po ju zoti drejtor nuk do të vini në koncert? Si thua Xhamial, do na shkojmë bar? Se zbet. Shiko që popull është mbledhur. Kujdes, Mil, kujdes. O, Milet! Hani vesh Tellall Trifonin edhe njerë! Zonjat që kanë urdhëruar të këndojnë në Lushnjë nuk kanë për të kënduar sot. Asnjëri të mos bezdiset e të mlidhet në shesh. Anëmet janë pak pa qejf, që Perëndia u dhë tymër. Trifoni prap do të dale, do t'u jap haberin e mirë se kur do të këndojnë për Miletin. Hiq, mos u bëni merak. Ua, po kjo kështu, s'ka mundësi. Do t'jetë ngatruar Tellalli. Duan të bëjnë një shaka. Mos thuaj s'ka mundësi. S'më duket aq. Si t'ja bëjmë? Dalim. Urdhroni, zotri. Deshet je? Jo, Po flisni, çfarë kërkoni? Zonja, më falni. Po? Jam i shtrënguar të them se koncerti me urdhë nga lart nuk do ta jepni dot sot. Pse? Kjo nuk më takon mua, pa më urdhruan. Nuk di pse më urdhruan mua. Unë jam në punë si thjesht i financës. Mund të vinte kushdo këtu, por jo unë. Po përse, xhanëm? Po se ju që nge ndëlodhër se duhet parë më parë programi nga zoti nën prefekt. Pastaj ata mendojnë se koncerti mundi me të parë në çiflikun e Dalibeut, ku do të shtrojnë edhe një darkë. Ky është kulmi. Prit, Donika. Kush urdhroi për këtë? Toger Shazivari. Urdhëroni, zonja të nderuara. Përse u munduat deri këtu? Sa po dëgjuam Tellallin që lajmëron. Po, e dëgjova unë. Po thash mos ishit pamundura se helbete bët gjithë atë rrugë. Ne nuk jemi të pamundura. Nuk e kemi thënë ne Tellallit, kështu që dikush nga ju. Çuditem. Por në orë të pejgamberit çuditem. Pastaj unë jam komandant këtu. Dhe detyra ime është të mbaj rregullin e qytet. Dhe të ruaj njerëzina të mos dal nga udha drejt e hyqëmetit. Më falni, por Tellalli nuk është në kompetencën time. Ai varet nga kryetari i bashkisë, zoti Gjevo. Për baba të morë, unë nuk kam gishin të punë. Unë jam qefti i malë për kemë 30 vjetra. Kam blerë disë fonografi,
Dhe një gjë nga njëherë me zonjën time. Bukur këmën e bekura qire me, edhe e të nërvashi. Zonjës ime pëlqen shumë kënga Mamudijës, sidomos ajo një lule doli nga gjeneti. Kurse unë vdes për këngën një djalë dhe një qubë gjithnisin dënjan. Sikur të ne kënori ta këngë, vallaj dëna bani qefin shumë. Zoti kryetar, ne nuk këndojmë nga ato këngë. Ne kërkojmë të dim kush dhe pse kanë urdhëruar që të mos japim. Në zot ngusht, zonja. Noshta nën prefekti. Noshta them se nuk e di sa klam. Zonja, shoh si pas ke fjetur këtë sonde. Mos nga moshkonjat? Por mëzëqia nuk është hambari moshkonjave. Kaca, po qeveria, po shet kenina, si për moshkonjat anafele që të rëzojnë shtrat, si për atë dhojt kuleks. Mirë, por mileti nuk do t'i blej. Qfaj pas taj ka qeveria? Zoti kryetar, ne këtu kemi ardhur për koncertin, dhe jo për... Shkollit të nën prefekti, ju thash më duket. Mele? Unë po matesha të dërgoja njeri që të ma bënit këtë nder, kurse ju urdhëruat vetë. Kam një gëzim të parë rrëfyer, zonjat nderuara. Po, urdhëroni ju, lutem ulluni. Faleminderit. Zonjusha sigurisht është këngëtorja nga Parisi, e bia e patriotit të madh, mërvesht. Kurse ju, zonja nga Vjena që lot në pianon... Hartman, mërvesht. Paris, Vjenë. Lumë si ju, me sytë e botës madhe. Jetojmë në provincë dhe ndofta shumë gjëra nuk janë ashtu si do të dëshironit ju, por ka edhe më keq, mërvesht. U lodhët sa rrugës. po, Baltra. E drejt. Kishte mëse 10 ditë që s'po na pushon dhe shiu, moj zonjat nderuara, po ja shqyr që na erdhët ju me këmbë të mbarë. Mëzëqe e sapi, mërësht, provincë. Tellalli dha një kundërlajm zotin nën prefekt. Ne presim me padurim një kundërlajm tjetër. Provincë, zonjush. Çpret nga njerëz të pashkollë. Kam dhënë urdhër që ti të reqin vëretjen. Më vjen keq që ta pushoj në vend se ka një tuf me kalamaj. Vu kom për ne me madam, se kusht kupton edhe i fal gabimet mërvesht. Po, çfarë do kini mirësinë të na këndoni, zonjës atë artit? Urdhroni programi zotin nën prefekt. E kishit kërkuar? Një formalitet, kuriozitet, mërvesht. Po, ti? Është një miku ynë. Aha, miku juaj. Mes t'i bënj. Gëzohem shumë, po përse nuk ulesh, zotri? Jo, s'kaq. Puccini, Verdi, Gounod, Liszt, tërë Italia. Me një fjalë, aleatja jonë e madhe ka një muzikë që ne duhet i drejtojmë syt nga Oksidenti, zonjat nderuara. Se jemi Evropë, jetojmë në shekullin e elektrikut, mërveshtë. Po si mund të ecësh përpara kur je i vogël, duke u mbështetur tek Oksidenti, te kultura e tij e madhe, mërveshtë. Po, me qëra fjala, nuk e pas keni në program këngën me famë botërore Triste Domenica? Kam dëgjuar se për këtë këngë kanë vrarë veten 10 dje me vajza. E vërtet është. Edhe me gjithmonë që të prek shumë. Piove fa freddo più solo mi sento così nello silenzio di questa domenica. E tjera. Edhe kënga përfundon mërveshtë, të dielën e fundit ti do vish tek unë e dashur, po do gjesh vetëm qivurin edhe varrin tim të hapur. Ja kjo është këngë. Sikur të na e këndonit këtë këngë. Po kemi frikë mos vras veten ndonjë dhe pastaj... Se këtu njerëzve u mungon kultura. Vetëm një njeri me kulturë të madhe dhe sensible mund të emocionohet aq shumë sa të vras veten për një këngë. Po, por ne nuk e dim. Po mirë, gjanë mirë, si të dëshëroni. Thash, nuk do të ishte keq sikur këtë këngë ta dëgjonin edhe pasardhësit e taulandëve këtu në Myzeqe. Zoti nën prefekt, mirë do të ishte që Tellalli të dalë përsëri dhe t'jap lajm në vërtet se populli po pret. Ju lutem mos u bëni merak. Tu një tjetëni.
Zoti Nesti, kështu pra ti po i ndihmon nga ca zonjat? Me sa mundemi, zoti. Mirë bën zoti Nesti, mirë bën se janë jabanxhesha. Po, shko, se të presin zonjat. Ha, Nesti? Në rregull? Të shojmë. Ç'ke kështu? Se që kanë këta sot me mua. Duhet lejmuroj. Që nda sot i fotaj? Pse çka ngjarë është azo? Janë ndesur gjakrat. Si unë di s'kan gjakrat për muzikore, aman. Mirë. Alo? Zoti Gjevo jam. Po, dakord. Si t'ja bën me artistet? Koncerti të bëhet i dashur Gjevo. Ashtu? Unë i këtij mendimi kam qenë dhe nuk i ndroj pikpamjet e mia oksidentale me resht. E që zoti Fotaq? Jo, ndryshe do thonë se unë jam kundër demokracisë. Sa për Nuri Beun, ai nuk ka gisht në këtë çështje me resht. Unë nga ana ime nuk jam shkaktar për asgjë. Selam Fotaq efendi. Tu një tjetër. Është ndarë miletin në 3-4 pjesë. Të mësuesve, Nuri Beut, të artisteve. Dari gjithi se ku. Policia dhe gjandarmaria të mos trazohen. Si ordon? Tani sheshin e kanë dorë mileti me resht. Duan këngë, le të këndojnë. Nuk i vjen e keqja qeverisë nga këngët, jo. Ja, po këndojnë këngën e kongresit se. Kush e ka ndaluar këngën e kongresit që ta ndalojmë ne? Po t'i pengojmë, buja do marrën. Le të këndojnë, të gerë, le të këndojnë. Për qeverinë është mirë kur populli do të këndojë. More Shazo. Ordëro. Gjetë në i gjë të re për këtë Nesti Bënjën. Po si? Ka 6 muaj këtu. Shoqërohet me ato mësonjësit, Mihalin e Zahimin. Po si, në qarkorin që në ka ardhur, është edhe e emri i tij. Pastaj ka marrë pjesë në greven e bukës. Por unë them se do njoftuar qendra. Nuk është nevoja të mësosh mua. Shiko detyrat e tua se nuk po i kupto ke hiç mirë më resht. Si ordon. Mirdo, më lidh urgjentisht me Tiranën. Hajdeni, jepini! Hunduni! Jarëm, kusha me flori, gjyqja me shkoj buri, lalëm një dali. Jarëm, kusha me flori, gjyqja me shkoj buri, lalëm një dali. Orçun, si kur ta lësh këtë motor ti? Se lëdot, më prish drejt, kam rrugë të gjatë për të bërë. E po njerëzve u prishe dy zeni. Pse edhe ty o babushtu pas ka shkrepër për dy zen? I ti se do gjash belan. Që më qanë kokën? Të teti marë telefon. Mëftuan vetë zonju se të aprishja do të.
Qetësi, ju lutem, qetësi. Punon në post. Zonja dhe zotrin. Këngëtarja e njohur Donika që si vjet mbaroi studime në Paris, vajza e patriotit të flakt Pando Prokopit, një nga drejtonësit e Kongresit të Madh të Lushnjës, si dhe profesoresha e mirënjohur Eleni Jankollari, që ka studiuar në Vjenë, më kam porositur t'ju falenderoj për pritjen bujare që po u bën qyteti ynë i Kongresit. Ju lutem, kur të këndojnë këngët mos bëhet gjë. Më shkatërrove, mori Paulo. U shko në kovi? Të bëj se hirë, të gjitha tje ikën e vanë. Se hirë? Edhe ti do shkosh të bësh se hirë? Jo, po... Edhe ti do dalësh kondra me e mor qafir? Jo, po nori bej desha të theshe që... Lëri lafet! A më të thëmë! Si urdhëron. Orçon, sa pare do t'i aprishi dy zemin edhe atyre? Igor, plakush. Të bleu një makinë të re që ta kesh tënden. Ore, që ke ta mami lojtur. Nuk talem kurun, ta dish. E kjo nuk mjafton, Orbej. Po që kërkon atyre? Hape gohen, fol. Po talët gjithë qyteti me ty, Orbej. Edhe unë nuk dua të bëjmë lëllës i ty. Ta dish. Poshtër. Lojti nga fiqiri. Se kam parë kur kështu. S'ka faj shkreti. U bëgazi botës. Hajte lumë të e goj me qupë! Posoni, o them! Posoni!
vakti të bëjmë nder të lalvet, e jo bile djerezvet, o gjevo. Këngë në kongresit, shkrepi dritare! Do të shkrepi, ore, do të shkrepi, po prisni! Humbi as dheu dy po të thëre, ta shpëtosh ti nga mjona, bëri Zotin në do që të rosh në jetë. Edhe kjo ku mi ka gjetur të këngë. Patriotizmi dhe mek. Shefi drita në lush një urini dhe, Shqipëria lidhi besën, dhe gjoj bota dëshmojnë ytë në gjellë, për ti hojnar kongres. Shefi drita në lush një urini dhe, Pushoni, more! Pushoni! Do japi murë të bolat të që bëjnë shurë! Pushoni, more! Unë vërë tjati! Qëtësi! Ua kini parë programin, zoti Potaq? Do t'ua ketë parë, zoti Gjevo. Si? Pyeti Beu, mos ua ke parë programin. Unë? Ja. Gabim, zoti kryetar. Ja gabimi. T'ishim futur në bashki, ndryshe i puna. Këto janë kompetensat bashki, zoti Gjevo. Pushoni! Do pushoni, bëjo! Pushoni, bëjo! Do pushoni! Nuk më rëgaj! More shaze. Qëtësi! Baje vetën, more shaze. Allora, due le morti hanno. Poi è facile. Allora, so spunti okshëtash. Nuri Bey, do i qafën ti! Pare ti, moje pije pandës, ta më truprosh mua kështu, në sy të gjithë njerëzis. E kapa, mua që jam i pari vendit këtu. Hajde, fol! Ik me të mirë, bej. Hajt! Mbathja të ngrënë kolera! Mbathja! Qërohu është trigu i djallit! Jepini, këndoni për inat! Të vjene flas, bëjt me dyrën që jetu me shpazme, mos të se ashtri pasja, e privita në lusje urini dhe, Shqipëria lidhi besën, të në bota të shmojnë rritë në gjellë. هاي شغلي انا فيها شغلي يا هذا هاي فردوني وش يا غيري يلا خليك كده فردوني Të lumt, moj bje pandës. Të ishtë gjallë tatë, të të mure me ty.
Alo, Ministrinë e Brendshme dua. Jam Fotaqin nën prefekti Lushnjës. Me kë kam nderin të flas? Mbaroj dhe koncerti. Mbaroj. S'ma mirë të mendje këto të shkon të kaq bukur. Donika, ju sonte apo nesër do t'ikëm. Do të shkoni edhe në qytetet tjera. Do kënaqni popullin me këngët dhe zërin tuaj të bukur. Dhe ata kurrës do t'ju harojnë. Nesti bënja? Unë jam. Kam urdhër të vish pas meje. Kush më kërkon? Ore shumë pyetje bën, ti lëri dhafet. Si është puna, zoti gjandar? Murdruan zëjushi. Qeveria ka halle. Hajde ti. Ec. Përse e merë? Çka bën? I shiko punën. Hajde. Neni 503, 504, 506. Ju i dini apo i keni harruar? Kodi penal. I thoni të lallit ju a kujtoj. Nesti! Zonja, me leje, duhet paguni taksin ahengut. Ligji është ligji, kështu kam urdhër. Mos o bëj me rëk. Ti paguaj unë, zëtë qafer. Qitër princesa Ruije, patronesa e arteve, blini Flitex kundër mushkonjave anafeles. Ordnoni mështëri. Ajde kinina, kinina të mira, Flitexi mirë kundër mushkonjave dhe mizave. Ajde kinina, kinina të mira, Flitexi mirë. Zotinën prefekt. Më vjen shumë keq, zonja të nderuara, që ju shfaqni interes për një person si ky, Nesti Bënja. Ju sigurojmë se ai është i pafajshëm. Personi në fjalë ka lidhje me fakte tjera për të cilat nuk jam i autorizuar t'ju jap shpjegim. Ai është një njeri mjaft i rrezikshëm, vetëm kaq mund t'ju them. Nderimet e mia, zonja. Ne jemi më të fituar se ata me qupë. Shpresa umbi adeu të pata thore, ta shpëtoshti nga kjo nat. Bau i zoti na do që të rosh në jet, armi ku t'jepi dat. Shkrepi drita në Lushnjë, u li një djel, Shqipëria lidhi besët, dëgjoj bota dëshmoj në ytë në qërë, për ty oj nalt kongres.